Sot kemi hënën e re në shenjën e binjakëve. Është një hënë e re e cila ndodhi në orët e para të mëngjesit këtu te ne, në gradën e 6. Dhe është një shenjë që më thellësisht do të ndikojë tek personat të cilët kanë nidur në 10 ditën e parë të shenjave të ndryshueshme, siç janë binjakët, virgjëresha, shigjetari dhe peshqit, apo për ata të cilët kanë ascendentin, diellin, shenjën e hënës në gradat nga 5 deri në 7 gradë. Kjo hënë e re e majt përputhet me Mërkurin, sepse Mërkuri ditën e djeshme kaloi në shenjën e binjakëve dhe për gjithë ju që dëshironi të dini se si ndikon Mërkuri te binjakët, unë i kam publikuar parashikimet për gjitha shenjat në Patreon. Dhe gjithashtu kjo hënë e re krijon një lidhje harmonike, pra një trekëndësh me Plutonin te ujori. Pra, kuptimi shpirtëror i kësaj hëne të re te binjakët për vitin 2025 është mbledhja e informacionit sa më shumë dhe fitimi i njohurive, sepse normalisht që është një hënë që drejtohet nga Mërkuri, edhe informacioni, komunikimi është baza edhe pika kyçe. Pra shqyrtimi i ideve, opinioneve, planeve dhe bërja ndryshimeve të nevojshme janë kuptimi shpirtëror i kësaj hëne të re të binjakët. Gjithashtu kjo hënë e re do të sjellë informacione të thella, mesazhe të fuqishme që do përcillen, do të zbuluhen sekrete, gjithashtu do të zgjidhen mistere dhe do të transformohet mënyra e të menduarit. Gjithashtu do shohim edhe rezultate në ndërmarrjet e mëdha politike të kohëve të fundit, si tarifat tregtare apo negociatat e paqes. Ditën e djeshme për shembull pam edhe shpull që i futi Gjida Macronit, që ja shkuli turin të vendit, se bëj shaka, se kjo s'kishte lidhje. Gjithsesi u ekspozua bukur Macroni me atë shuplagën që i dha ajo, shtyrjen më saktë. Nëse gjithsesi, se si do ndikoj kjo hënë e re tek gjitha shenjat, gjithsesi unë sërish do ju publikoj në Patreon sot. Dhe diçka të fundit që mos harroj t'ju them, për gjithë ju që dëshironi të kryeni manifestimet gjatë kësaj hëne të re të binjakët, që është një hënë e aspektuar bukur dhe që manifestimet realizohen edhe janë më të favorshme, mundet që t'i kryeni brenda 24 orëve, domethënë keni kohë gjatë gjithë ditës sot për të kryer ritualet tuaja me një qeri të bardhë, për të shkruar, si të thuash, gjithë dëshirat, qëllimet tuaja, çfarë do llojie që ju dëshironi nga zemra që të realizohet edhe që të hapet si një kapitull i ri, keni mundësi ta bëni të paktën deri nga orët e para të mëngjesit të ditës nesërme, pra datës 28.